Specialistët për hetimin e krimeve në Komisariatin e Policisë Vlorë referuan materialet në prokurori dhe nisi procedimi penal për shtetasin BD 18 vjeç banues në Vlorë. Pasi ndaj tij ka bërë kallëzim nëna e një 14 vjeçareje duke pretenduar se ky shtetas ka kryer marrëdhënie seksuale me vajzën e saj të mitur. Specialistët për hetimin e krimeve në stacionin e policisë Selenicë referuan materialet në prokurori dhe nisën procedimin penal në gjendje të lirë për shkak të moshës për shtetasin TT 75 vjeç banues në fshatin Sevaster. Pasi më datë 11/3/2025 në afërsi të banesës së tij, dyshohet se ka kanosur me fjalë dhe me mjetën pret së pat për shkak të detyrës gazetaren dhe kameramanin në një emisioni investigativ. Specialistët për hetimin e krimeve në Komisariatin e Policisë Sarandë referuan materialet në prokurori dhe nisën procedimin penal për shtetasit AM 37 vjeç, EM 32 vjeç, MON 24 vjeç, AM 21 vjeç dhe KM 43 vjeç, pasi më datë 9/3/2025 në lagjën numër 2 Ksamil, për motive të dobta janë konfliktuar fizikisht me njëri tjetrin. Specialistët për hetimin e narkotikëve në drejtorinë vendore të policisë Vlorë referuan materialet në prokurori dhe nisën procedimin penal për shtetasin MK 34 vjeç banues në Vlorë. Pasi gjatë kontrollit fizik, shërbimet e policisë i gjetën dhe sekuestruan një sasi lënde narkotike kokainë. Specialistët për hetimin e krimit kibernetik referuan materialet dhe nisën procedimin penal për shtetasin THN banues në Sarandë, pasi ndaj tij ka bërë kallëzim shtetasi SB 59 vjeç banues në Sarandë, se ky shtetasi ka dëmtuar imazhin e tij dhe i ka publikuar fotografi që ekspozojnë jetën e tij private. Specialistët për hetimin e krimeve në Komisariatin e Policisë Sarandë vunë në pranga KH 35 vjeç, lindur në Fierë dhe banues në Greqi, pasi u kap në flagrancë duke drejtuar një automjet pa leje drejtimi dhe tentoi të korruptonte policinë. Gjatë patrullimeve në lagjën numër 2 në rrugë Vangjel Pandi, shërbimet e patrullës shqiponja ndaluan për verifikim automjetin tip Seat me drejtues shtetasin KH. Nga kontrollet rezultoi se 35 vjeçari drejtonte automjetin pa leje drejtimi dhe për t'u shmangur masave ligjore, tentoi të korruptonte punojësit e policisë duke u ofruar 50 euro. Policia e Sarandës vijon për kushtimin për të garantuar zbatimin e ligjit dhe sigurinë rrugore, duke goditur çdo tentativë për shkelje apo korrupsion. Materialet procedurale u referuan në prokurorinë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Sarandë për veprime të mëtejshme ligjore.